Mendoj se njerëzit duhet t'ja kenë frikën e Allahut kudo që t'jenë. Muadhi radiallahu anhu transmeton se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar duke thënë ittaqillaha haythu ma kunt. Ke frikë Allahun kudo që t'jesh. Andaj duhet ta dish, vllai nderuar për dërues, motrë nderuar për dëruese e internetit, e faqeve që kanë të, qofshin informative, qofshin rrjete komunikimit sociale kështu me radhë. Të gjitha këto dije se për çdo prekje të gishtit në mausin dhe në faqen ku ti prek, dije se ka me lajkën 2 kratë atu që shënojnë çfarë ke prekti dhe ku ke hyti. Allahu e din qëllim pse atje e futi. Allahu e din me kënë ke komunikuti. Andaj për çdo prekje të faqeve që e fut, regjistrohet në regjistrin e librës tënde, që nesër para Allahu xhallahu ala do të japësh llogari pse u fute këtu, pse shikove këtu, pse lexove këtu e kështu me radhë. Andaj keni frikë Allahu xhallahu, ngase ky është një oqean të cilën ka ushqim të shishëm të këndshëm, por ka edhe peshkaqen që na gëlltitin dhe na shkyen tërësisht. Prandaj është një shpatë me 2 teha. Ose do mbysim veten, ose me pjesën e mbetën do mbysim armikun. Shikojmë se kënd po e mbysim realisht me përdorimin e këtyre rrjeteve. Unë shoh sot përdorim të mirëfill, të mirë, po nën tjetër edhe më zhgënjen. Shpesh herë do të thotë një përdorim apo them me drejt keq përdorim i këtyre rrjeteve nga ana e muslimanëve. Duke kontaktuar vajza me mashkull në mënyrë jo legjitime, duke u futur në faqe të pestat në dyta atje, duke provokuar epshën e tyre, duke pozuar me foto të ndryshme kështu me radhë. Çfarë të duhet kjo? Nuk është kjo e nevojshme për të përfituar nga ajo. Foto përfito atë që duhet dhe del nga atë. Gjithashtu përdorimi i këtyre teknologjive nuk duhet të jetë në llogari të obligimeve të tjera. Dikush rrin me orë të tëra mbi internet e ik namazi i drekës, namazi i sabat, namazi i kindis, apo me orë të tëra duke komunikuar me tjerët, ik koha për mësim, për studim. Sa njerëz kanë ra, apo nga niveli i mësimit kanë ra poshtë për shkak të përdorimit të tepërt të internetit. Prandaj këshilla ime e dytë është me mas, përdore, por me mas, përdore, por jo në llogari të obligimeve të tjera që i ki, obligime ndaj prindve që i ki, obligime ndaj gruas. Ka njerëz që me orë të tëra rrinë në internet nuk ka kohë me gruan ti 2 fjalë me i bë. Ose gruaja rrinë në internet me orë të tëra nuk ka kohë me eduku fëmijët e saj një sure me mësu. Ki frikë Allahun azza xal, përdore me mas, përdore sa duhet, një sikurse ushqimi, sikurse pija, nëse teprohet bën dëm, edhe këtu nëse teprohet bën dëm. Dhe gjithashtu dua të them se këshilla e tretë është që alhamdulillah tash ka faqe të mira, mos e provoko veten në të fundit diku ku ka dyshime, ka dilema. Mund të duket në aspektin e së faqe islame, por mund të jetë e strëmbushur me dyshime, me dilema, me material fatkeqësisht devijant, që devijan një musliman, duke prodhu informata, duke publiku informata të dëmshme, që nuk ndërtohen në fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe mendoj se faqja dua Allahun, për atë sa unë kam pa dhe kam përcjell. Apo mendoj se është një faqe e pastërt, që duhen njerëzit të hyjnë në atë faqe, të lexojnë, të përcjellin, sikurse çdo faqe tjera si motra të faqes e dua Allahun. Dhe për përdorues gjithashtu faqes e dua Allahun, mund të them për ta një këshill, dhe gjithashtu për përdorues e faqeve tjera islame që janë. Ju këshilloj që të informoni të afërmit e juaj, sa nga miqtë tanë, nga shokët tanë, nga të afërmit tanë, nuk dinë se ekziston një faqe e dua Allahun, ose nuk dinë se ekziston një faqe tjetër që ka emrin Islam e që ka material të dobishëm. Vllai dashur, për hapje të mirë të tjerët, mësoj të tjerëve. Sot ndoshta nuk kemi mundësi, është e pamundshme njerëzit t'u mbyllim derën e Facebookut, është e pamundshme, nga se e derë jo që është hap, po është thy nga vërshimi i madh i njerëzve. Andaj njerëzit do të qasin në internet, do të qasin në Facebook. Nuk prish punë që një material të dobishëm që e ke dërgoja në rrjetin ose në adresën e mikut tënd, vllaut tënd, motrës tënde, miqjes tënd, dajës tënd, djalit dajës, kënd që kin nga të afërmit, dërgoja për hapet mirën. Le të jemi ne ata që bashkëpunojmë në punë të mira. Mos tjetë ekzistimi i faqeve islame në Facebook, një arenë e përleshjeve, një arenë e konflikteve mes vete, se kush po merr më shumë njerëz, kush po është më i lavdruar, jo. Por unë mendoj se ajo që është obligim për të gjitha faqet islame në Facebook, është obligative për ta, që ta jetësojnë praktikisht ajetin e Allahut në surën Al-Maida, ku Allahu xhallahu ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ndihmoni, bashkëpunoni në punë të mira dhe në devotshmëri. E mos u ndihmoni në mëkate dhe në armiqësi. Andaj unë kam një faqe, ti ke një faqe, e ka një faqe, kë ka një faqe, shkëmbej materiale,
apo bëjmë bashkëpunime, pse një faqe si e du Allahun nuk e merr një projekt me bashkëpunu për shembull një faqe tjetër për me rrit numrin, për me rrit mundësinë e deportimit të kësaj. Në këtë kjo është një çështje që na duhet ta bëjmë. Ata që janë në sherr nuk hezitojnë asnjëherë të bashkëpunojnë në forma të ndryshme për ta plasuar një ide të prisht dhe devijuese për njerëzit. Edhe ne duhet mendoj që të gjithë bashkëpunojmë, ta përhapim këtë hajër dhe të jemi prezent aty ku janë njerëzit. E jo të ikim pe njerëzve, por të jemi me dinitet prezent, të jemi me devotshmëri prezent, të jemi me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prezent, që krejt bota të sheh se si na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe në këtë rrafsh si duhet të jemi korrekt, jo me mashtrime, jo me vjedhje, jo me gara të pandershme, por sikur s'na ka mësuar Allahu xhallahu ala që të bashkëpunojmë punë të mira e punë të mora. Tek e fund ta dim, mund të rritet numri shumë atje, mund të bëhet 500.000, 1 milion, por nëse Allahu nuk e pranon, çka na duhet? Çka na duhet? Sikur se ka thënë Fudal ibn Iyadi, thuaj ju atyre që bëjnë për sy e faqe, mos u lodhni. Edhe unë them atyre që garojnë për numra, garojnë për statistika, mos u lodhni. Nëse ki për hir të Allahut dhe kur rritet numri i antarëve në faqen e juaj, gëzoheni për shkak se po rritet mundësia me deportuar mira, kjo është hajër. Por nëse gëzohemi se po rritet numri tash ja kalojmë faqes tjetër, nëse kjo nuk është e ndershme në koordinatoze. Prandaj timi të sinqert, kemi frikë Allahut xhallahu ala dhe të mundohemi që ta përdorim për hajër. Për ndryshe, më mirë është me mbyll, sesa me vazhdu me përdor e tjetë